Po e nisim me juve, zotri Koci. E thash, pas një periudhe të gjatë bllokimi institucional në vend, më në fund me 66 vota pro, Kurti edhe miratoi qeverin. Çka do të thotë kabineti i ri për vendin përgjithësi, për opozitën, më pas edhe për faktorët ndërkombëtar? Fillimisht duhet të më thënë që duhet përshëndetur formimi i qeverisë dhe konstituimi i parlamentit, sepse nëse asgjë tjetër u shmangë blokada financiare në Kosovë. Hapet rruga që të miratohet buxheti pa problem, të miratohen marrëveshjet të ndërkombëtare që kanë të bëjnë me liferim të mjeteve nga Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore. Kjo është ana pozitive dhe është për të përshëndetur. Por njëkohësisht nuk mund të mos shtrojmë pyetjen pse ndodhi kjo blokadë njëvjeçare? Çfarë shkaktoi atë dhe a nxorri mësim klasa ynë politike nga ajo? Mbas të asaj që dëgjuam dje në fjalën e zotit Kurti dhe përfaqësuesve të opozitës, pata përshtypjen që jo, nuk pata përshtypjen që nuk është kuptuar deri në fund esenca e krizës. Kriza ka pasur disa dimensione dhe mendoj që kryesorja ka qenë mungesa e vullnetit për kompromis dhe e dyta, ndoshta edhe më e rëndësishme, vakumi juridik në kushtetutën tonë, cilën aktualisht tani nuk e përmend askush. Ne e pambrëm nga momenti i konstituimit të parlamentit deri te votimi i qeverisë, kalon vetëm një orë. Pra, vetëm një orë u desh që të formohet qeveria. Një vit u desh për konstituimin e parlamentit. Pse? Sepse thjesht ka vakum juridik në kushtetutën tonë rreth zgjedhjes së kryetarit të parlamentit dhe nën kryetarëve. Kam mendu, kam supozu dhe ende pres që kjo të jetë një nga çështjet kyçe në periudhën e ardhshme, ndryshe Kosova do të ballafaqohet në cikle, do të ricikloj kriza të tilla. Pse? Në gjithë botën klasa politike shfrytëzon vakumet juridike për manovra. Për manovra nga më të ndryshmet. Dhe edhe kësaj radhe ne e patëm këtë. Dëgjova dëgjova shumë komente në kuptimin që ja kur ka kompromis dhe vullnet bëhet qeveria, nuk është e vërtetë. Në rastin e qeverisë ne pam që në kushtetut kjo çështje është e hartuar, e rregulluar në mënyrë perfekte. Dhe klasa politike nuk ka mundësi të manovrimeve. Një gjë e tillë nuk është në rastin e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, dhe unë uroj dhe besoj që klasa politike të fillojë të mendojë për amandamentimin e kushtetutës. Nuk është tragjike amandamentimi i kushtetutës, ta zëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës 27 herë kanë bërë amandamentim të kushtetutës, mesatarisht çdo 9 vite. Po them në të kundërtën, ne prapë do të ballafaqohemi me gjëra të tilla. Kanë qenë pra blokada ka qenë pasojë e mungesës kompromisit, kalkulimeve të pafund, por edhe të vakumit juridik në kushtetutën tonë. Qartë. Bart? Unë besoj që dje Kosova më në fund do bëhet me